Është pjesa fundit e mesditës, ashtu siç e kemi paralajmëruar krejt në fillim, në fillim të këtij emisioni, gjatë kësaj pjese do të diskutojmë me një personazh shumë interesant. Është i njohur për deklaratat e tij të fuqishme, paraqitjet televizive për karrierën e suksesshme në muzikë, provoi eksperiencën në formatin reality show Big Brother. Në një intervistë kemi Labinot Erexhen. Labinot, përshëndetje. Përshëndetje, mund të thoni që këngëtare Labinot Erexhen, sepse tani unë e përmenda që është i njohur për karrierën e tij të suksesshme muzikore, nuk e di nëse më dëgjove. Unë e vlerësoj shumë që keni gjetë kohë pavarësisht angazhimeve që keni, edhe sot e kuptoj që ju edhe praktikoni fen dhe jeni në xhumo dhe keni gjetë kohë që të realizoni këtë intervistë. Për këtë arsye nuk dua t'ju marr shumë kohë. Vetë 15 minuta maksimum. Për këtë arsye konsultojmë disa fjalë se jo. Faleminderit shumë. Labi, çush po shkojnë punët pas formatit? Cilin e provove e që ishte goxha i zhurmshëm në të? Sigurisht që është shumë i rëndë, çdo kush që ka provuar një reality show është diçka që me thon bravo, sepse është një format edhe një rrugtim shumë i rëndë, varësisht që publiku nga jashtë nuk e kuptojnë dhe nuk e shohin, sepse aty jemi në presion shumë të madh, me kamera, me banor, dita e ditës, duke zvogluar numri, ka presione, ka do njerë nuk jetë gjendje edhe me debatu, me kriju debate, me kriju bashkëbisedime, do njerë edhe mërzitesh për familje, për shoqëri, për jetën jashtë, nuk e di çka ndodh jashtë, është shumë e rëndë për një. Unë me të vërtet me një fjallë shumë të shkurt, i përgëzoj të gjithë ata, edhe bravo i qoftë ata që marrin pjesë në një reality show. E kuptoj, Labi, e kuptoj që je në kushte jo të përshtatshme dhe për ta realizuar këtë intervistë. Labi, ne nuk kemi pas mundësinë që të realizojmë ose të bisedojmë pas daljes tënde nga Big Brother një intervistë tjetër. Dhe me një fjalë, si e përshkruan këtë eksperiencë? Je pishman që more pjesë në të? Jo, as pak, do më thonë aty e kam pa dhe nuk jam pishman e para punës që unë kam kaluar shumë mirë, edhe me qenë se kam aty nuk kam shkuar, si me thonë, thojza bashkë e babës, me nejt në comfort zone, me kriju dashuriçka, me kriju shoqëri, po aty kam shkuar që vërtet me bo debate, me kriju disa skena, me kriju që janë përditshme, me tregu besa edhe sa i pastër jam, sa i njoh kuzhinën, edhe shpesh kam kënduar maksimum, po nuk më kanë liju me këndu, sepse kur e kam pasi pas tyre, kur e kam pas që jam një lojtar, po gjaj gëzimshëm dhe durimtar, ata sigurisht që kanë qenë 18 veta kundër meje. Edhe unë kam pas qenë me këndu ma shumë, po nuk më ka dhënë mundësia. Kush nuk të la të këndosh? Banorët apo se nuk e kuptoj? Banorët. Banorët, e kuptoj. Për shkak të debateve. Unë kam një javë më vonë, edhe sigurisht që ata kanë kriju një shoqëri mes tyre, ama debate dhe zhurmë nuk kanë kriju. Me hyrjen time, ju e keni pa dhe juve që është nisur tamam Bigu aty dhe ashtu si duhet. Do të thënë se hyrja jote në Big Brother më pas edhe ka shkaktu, në fakti ka trazu ujrat atje, dhe mënyra se si përfundoi rrugtimi jot Labi, atë erdhi keq? Sigurisht që ata e kanë pa, sepse mu ka ftu klan Kosova, domethënë drejtoria e klanit, jo produksioni, edhe sigurisht ata, me qenë se kam pa që kam shumë vota, edhe kanë pas prikje me shku finale, edhe finale më jam marrë fitore. Edhe kanë skanu, kanë bo një skenar që më hejt para se me dalë finale. Unë tani i kam votat e mija, i kam qep, dhe më thënë edhe jemi proces gjyqësor, e kështu që gjithë shka do të rregullohet përmes gjyqit, por të gjitha publiku i ka pa me daljen time, unë kam pas kundër edhe moderator, edhe e primeristat, edhe produksionin, edhe lojtar. E kuptoj, Labi. Pra ju aktualisht, në momente që po flasemi, jeni në një proces gjyqësor me produksionin, për shkak të daljes tuaj.
Sepse kam pa edhe reagime të shumta që do ta ndjekësh rastin nëse është nevoja edhe deri atje ku është blerë kjo franchise. Jo, unë kam dalë në dorën e avukatit tim Burim Halili, edhe ai po mirret në këtë çështje dhe unë s'dua asgjë vetëm realitetin. Domethënë, e kuptoj. A ka mujt ta bëj lojë më të mire? Sigurisht që ka mujt ta bëj lojë më të mire. A kam bërë gabime dhe unë kam bërë gabime, por gjitha dhe kam bërë gjëra të mira. Për shembull, më vjen shumë keq, por mos më pas asnjë kamër, mos më dit as me la, as me gatu, to vetëm kom pa. Lave ti do të mbash mend edhe për gatimet edhe për mënyrën se si në mëngjes, në darkë dhe në gjitha vaktet ke gatu për banorët. Unë edhe Dolce jemi zgjuar gjithmonë të parët, edhe unë me njerë jam futur në sport pak, dhe me njerë në ora 10 mëngjesit ka qenë gati në të mëngjesit, gjithmonë. Edhe kam nisë me kriju dhe debate, kam nisë me kriju bashkëbisedime. Po, për gjitha, une mu të them që edhe kam pa hajrë pikur, sepse jam më ka shtu puna shumë e madhe në muzik. Tu edhe ndesha ta bëja këtë pyetje. Sa të ka ndihmu kjo eksperiencë më pas në jetën tënde profesionale, sepse ne e dim që ke qenë i kërkuar edhe herë të tjera në Edhe që gjitha ta lojtarë ma kanë lodhë truri dhe shpirti dhe zemër, dhe familjen time, duke përmendur ke farën Serbi, derisa e dëshmoj edhe gruaja ime që edhe Zojnë e tash ajo e nderume, që është, sepse për mu, çfarë do nacionaliteti që është, kur është pyetje femra, unë e them e nderume. Edhe ajo e ka mungu kategorikisht që nuk kam lidhje domethënë me labinotin, sigurisht që dikush prej 2 emrave prej banorëve ja kanë pagu për me dalë kundër meje, edhe tash e di gjitha ato, por ajo çështja u zgjill, edhe e dyta që është më e rëndësishme që unë në stop unë kanë sulmu për këtë çështje, tani kanë sulmu për gjërat kota, jo borgje, jo stër borgje, unë aty po marrë me lujtë, Po, Labi, për te i debateve që i ke pas të shumta me banorat aty brenda, ti debate ke pas edhe me opinionistet të cilat kanë qenë në këtë sezon të si vjeqëm. Jo, e pronista ku për post Olta Gjari, ti praj me të fillim ka qitë mirë, edhe Valdrini, për dyshe, aty gjitha praj me mund kanë qitë keqë. Mu mi kanë dalë gjallë dronat e mija, publiku jam që mi kanë dërgu, mu mi kanë dalë komën tash dhëtë me bo operacion, që me kom lëndu aty, nuk më kanë qitë mirë dhe më të ndoni takime familja të mi, ajo vita e fundit me djalin, qëre që bërëm, historiu, pa bërë rrethimin familjar dhe në fund që është me i keqe, ma prunë dhe djalin, edhe me qiten jashtë, edhe aty kam pas qëre në një televotim, në Instagram, ka qenë, a donin e majkë, Labin në shtëpi, po ajo, a tjetër në Facebook kam qitë kontra, edhe publiku nuk ka di që ka me bo. A pëses nuk donin këta kur Zotri Syl, baba i Lionës, e shajti, e fyjti, kërcenoi gjithë qytetin tim, se nuk i treguan, nuk donin me një zapt, kush me tregu e Lionës me tëmë, a jeni dakord me këtë që bëri baba i jo, po jo, nuk e bërën. Se nuk dolen kur bërën për të lodin, për shembull që ta, me moment që ki medal jashtë, qunat të Londrës, Los Angeles, Amerikës ka me të jashtë, ka me të largu për dheu, se nuk e bërën me zavë zi kur lodin i qiti pije energjitike në sy. Po, energjike, po. Në sy energjie, po. Që unë sot kam probleme shikueshmëri. Pse nuk e qitër me zavëzi albën kur në qiti mjëllë në gjysë të natës, pse nuk e qitër transmitimin e Liona kur në qiti ujë në vesh. Po bëjt qita, për mu janë këtë njës mirë, loja ka që loja ka mbaru, njërojës gjithve sukses. Kuptoj, Labi, kjo ka rëndësi që... Po, kjo ka rëndësi se ti krejt në fund të ditës edhe je gjithmonë pavarësisht këto që i ke që po i përmend në fund ditës let kuptohet se edhe i ke falë, apo jo? Po, edhe unë jam shumë falendrus për gjithë, juroj sukses e gjithve, edhe unë tani ju kërkoj ndje sepse
unë të desha me thënë që dasma kam shumë, gjithë ata që kanë kontribu, kanë ljubu që me up dasma, unë kam edhe vlerë duplo dasma, i falenderoj gjithë dasmove Preshevës, Bujanovcit, Prizrenit, Gjakovës, Lipjanit, Ravecit, Prishtinës, Mitrovicës, edhe që jam lytë të ljubu që më largu, ajo 25 vjetë karriera, po mu, diaspora, shqiptaria më dojmë. Ata shtroj vetëm në një pyetje të fundit, lutem. Sonte jam, më falni, sonte jam në Vajt Glonsh. Po, në Zvicër, i kemi parë. Brëmje, nesër jam në Bolero, mas nesër jam në Oda Sitare, unë nuk di që a du punë ma shumë. Ta shtroj një pyetje të fundit, sepse di që duhet të liron. Për të spesë e ka namaz, ja? Po, e qartë, me qënë se jemi krejt në fund. Vetëm një pyetje të fundit. Me kë prej banorëve më nuk mon kontakt? Jo, nuk kam me lëndrimin e cilë unë ja uroj nga zemra suksesit se e meriton. Nuk kam me Lionën, me Klodin, por të bitë gjitha, jaroj gjithë dhe sukses, sepse para to kanë vinë aty, edhe unë nuk kam zemrën e prishur, ja uroj më të mirën e të mirës, sepse edhe ata kanë një për një qëllim brenda. E qartë. Nuk di që atë. Labi, falimderit shumë. Unë du të ndajnë, sepse namazja ka njësë gjitha përbosh zoti e tjera vinë. Falimderit shumë. Kur ti jesh në Kosovë, do të kemi mundësi të diskutojmë. Falimderit shumë edhe njerë për kohën. Ishte parapar që ki intervjistës gjasë edhe më shumë të diskutonim edhe për jetën e ti pas këti formati. Megjithatë, kjo ishte për shkak të praktikimit të fesë, sot është gjuma dhe këngëtari Labinot Regja është gjendej pra në xhami për të kryer ritualet e tij fetare. Kështu që ne bashkë me këtë intervistë kemi arritur drejt fundit të kësaj mesdite, padyshim po t'ju lënë sërish takim javën që vjen të hënën me fillim nga ora 12. Ju vazhdoni që ndroni me skemën programore të TV1, deri atëherë mirëmbëjtje.